Po me gati me shku me falë namaz. Po. Është Mujt ia di mirë. Natë më të vogla domethënë. Fshin ato gjëra domethënë. Mos i bëu shumë. Para se me në xhami. Po, thot pejgamberi alayhis salam. Ai njeri I cili e bën jetë për me shku me fal namazin. E çdo abdes që e merr, çdo pikë që kullon për trupit tant, fshihen gjunahet. Edhe pika e fundit që ka del prej abdesit, fshihen gjunahet e vogla. Fshihen gjunahet e vogla. Pastaj, çdo hap ti që e bën për me shku në xhami, çdo hap që e bën për me shku në xhami, çdo hap që e bën një sevap shtohet, një gjuna të fshihet. Një sevap shtohet, një gjuna të fshihet. Pastaj, namazi mes namazeve. Ai njeri I cili në xhami edhe e pret namazin. Edhe kjo është një prej sebepeve që ka të fshihen gjunat. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, njeriu I cili kur I fal 5 kohët e namazit, Allahu xhalleshanu ja fshin gjunahet e vogla. Ja fshin gjunahet e vogla. Se gjunahet e mëdha, se njeriu ka të mira edhe ka të këqija. Të mirat dallohen te Allahu xhalleshanu, ka e mirë edhe që është ala më e mirë, që është namazi I fardh dhe namazi nafile, ka të mira domethënë shkallë. Edhe të këqijat ka shkallë. Të mira ka domethënë që kemi obligim në çdo musliman me I bë, farzët, namazet e 5 kohët e namazit, zeqati, agjërimi, haxhi, por pastaj janë domethënë disa sene që janë nafile, sunete, që domethënë ndoshta domethënë e keni ndëgjuar më herët, pi xhallanëve ka që janë nafile. Nuk është njësoj sunetet e drekës me farzin e drekës. Farzi është Allah që ta lip. Po suneti është nafile që Allah më mirë për ty e dritë për mi dritë. Ama drita është farzi. Ajo që është në nafile, atë Allahu xhalleshanu padyshim se është një sebeb që ti me të fshi gjunat edhe për malet me fitu xhenetin e Allahu xhalleshanu. Po edhe gjunat janë ka gjunat vogla, ka gjunat e mëdha. Gjunat e mëdha një libër domethënë te shtëpia botuse nun, sonë reklam domethënë, është mëkatet e mëdha. Tash e kena ribotu, është mëkatet e mëdha. Ati janë domethënë I ka përmend Imam Dhahabiu domethënë çka janë mëkatet domethënë gjunat e mëdha. Gjunat e mëdha është çdo urdhë çka çdo ndalesë ka vjen direkt prej Allahu xhalleshanu. Edhe prej gojës pejgamberit alayhis salam, prej fjalës të pejgamberit çka vjen gjunohet, domethënë direkt ndalesë janë gjunat e mëdha. Çka ka domethënë me dënim. Kush e ban ket, është xhenem. Kush pi alkool, ka me pas vendin xhenem. Kush ban zina, domethënë ka vendin xhenem. Kush vjedh, domethënë do të më prej dorë. Domethënë çka ka ndalesë edhe ka dënim për çat, kjo është gjunat e mëdha. Gjunat e vogla domethënë çtash ç'më thon, ne kemi harruar, si thekë hosh, ne kemi harruar gjunat e vogla duke marrë me gjunat e mëdha. Se gjunat e vogla te ne janë bo rafsh, sukur se mes me ekzistuj një hyç. A ne dim se një tabiin, s'pëm kujtohet tash emri, ju drejtohet, një sahabi ju drejtohet tabiinve. Edhe ju thot, o ju tabiin, ju një t'i bo disa pun, çka mendojni se është me hollë se kimja. Ama ne, Enes radiallahu anhu, domethënë Enes ibn Malik, domethënë tash më kujtohet, Enes ibn Malik ju drejtohet tabiinve, gjeneratës së dytë. Thotë o ju tabiin. Thotë ju ti punu disa punë që ju mendojni se është më e hollë se kimja. Gjuna I vogël, ama ne në kohën e pejgamberit alayhis salam e kena konsideru prej gjunave të mëdha, prej shkatrimeve. Edhe ulemat thënë, paramendoni t'i shkone nesin kohën e sotit. Çka na kësheton neve? Gjenerata e dytë që ka qenë më afër pejgamberit alayhis salam, edhe ata kur e kanë bërë një punë, ato kanë menduar se kjo është punë e vogël, gjuna I vogël, ama në kohën e pejgamberit ai gjuna u ka konsideru prej shkatrimeve që njeriu e shkatron. Andaj gjuna sot te ne
edhe me vetë dikush cilët janë gjunat e vogla, vallaj bes për dim duke u marrë për të mdojave. Pse kina probleme të mdojat, e të voglat moj kina hu, pse kina problem mos falja namazit, kina problem me të rrit më alkohol, kina problem me të rrit në bijos, në kamat, atë këtë, domethënë, që janë gjunat e vogla të syni njëri, domethënë janë, abe se gjunau, një gjuna, domethënë për e baj. Ama ka mos i qaj gjunau është një prej sebepeve që ime edhe me çkatrua, pse ulemat e kanë cekë është një libra dhe më thonë special si mu largu prej gjunave, edhe i ka përmend ati 10 pika, në më thonë se si ti, nëse ti i merr ato pika, edhe i vepron, në më thonë pa dyshim se një për ditë dhe në thonë largohet prej gjunave. Edhe kanë thonë që një për pika vanë që ku ta pasha gjunan, mos e nënshmo, mos thuj se gjuna i vogël, sepse të në thënë pika, mushet edhe pusi. Apo është një fjallë, guraleca u ka bo edhe kodra. Gjuna, nësot se zemër qash, pëse mëse kina zemër telefonit. Zemër dhu, në gjdo dit ka një gjuna, pram në 360 dit, ka një gjuna, 360 gjuna. Ka 2 gjuna, 720. Ka 2 gjuna në dit me i bohe, ku ta shosh, a një për sebebeve që Allahu Gjellëshanu me ta volos zemër nështë, edhe veprimi i gjunave. Andaj ka gjunat vogla se dole pak piteme dhe më thëmë pak, ka gjunat vogla, ka gjunat mëdhoja. E Allahu Gjellëshanu me veprat e mira, edhe tash më kujtojnë më thëmë, prej punve që Allahu me të largu prej gjunave është që mas gjdo gjunaj bane ka një sevap. Mas gjdo gjunaj bane ka një punë të mirë. Thot për nga mirë sëmë, gjdo njoni i cili qohët me rabdes, e i cili ka bo gjuna, edhe qohët edhe me rabdes, edhe i falë 2 rekat, edhe lutë Zotin, vetëm se Allah kam ja falë gjunajnë. Namaz është një përsebebe që t'i fshin gjunat e vogle. E gjunat e mdoja nuk fshin e punë të mira, fshin vetëm me taube, me pendim, duke i thua o Allah, unë e qatë gjunajnë që ka e bona dje, falë ma sepse nuk e kam ditë. A me pendim, a gjunat e vogla fshin duke e boti mas gjdo gjunat në një sevap. E namazet është një presebepeve që t'i fshin gjunat e vogla. E njeriu kur, thot për nga mira se një shembull na jep praktikisht, thot ai njeri i cili i fal 5 kohët e namazit, është sukur sa njeriu i cili e ka një rek, një lum para shtëpisë vete, edhe 5 herë hen dhe gjuhët në atë lumin dhe latë. E njeriu i cili lahet 5 herë në ditë, a ka mundësi me mbet trupin e vetë në një lom, në një papastërti? S'ka mundësi, 5 herë ti me një dhe mu la, lumë në rekën tënde, nuk ka mundësi me komu i papastër. Thot kështu është punë e namazit, i cili 5 herë në ditë, falet Allahu Gjellëshanu një për sebeveve që me t'i fshin gjunat. Po edhe ka në hadithet, namazet mes namazet Allahu t'i fshin gjunat, gjumoja mes gjumos Allahu t'i fshin gjunat, umra mes umrës Allahu Gjellëshanu t'i fshin gjunat, po këte janë gjunat e vogla që janë përmend në hadithe, kurse gjunat e mdoja sikur se thash, gjunat e mdoja fshin vetëm me taube, me pendim. A kesh i qartë? Amin inshallah.